Në vijim të turit të tij elektoral, kandidati i Partisë Socialiste të Vlorës, Klevis Kaso, u nda në një takim me grupin e operatorëve turistik të qytetit bregdetar. Në fjalën e tij, kandidati Kaso theksoi se transformimi në Vlorë ka filluar të prodhojë ekonomi dhe të rrisë kërkesën turistike për Vlorën në mënyrë të vazhdueshme. Sipas kandidatit Kaso, turizmi i Vlorës është vatër potenciali me sinergji bashkëpunimi nga të gjithë operatorët kontribues për atë se çfarë duhet të bëjmë të gjithë së bashku për qytetin. Vlora do kthehet në një pol ku turizmi do ta selektoj për atë që do pranoj, që do jetë pjesë këtu. Kështu që të gjithë bashkë do bëjmë një forcë të madhe. Asnjë pushtet dhe asnjë deputet dhe asnjë qeveritar vetëm nuk e ndryshon dot klimën e këtij qyteti për të bërë një turizëm elitar. Kështu që të gjithë bashkë të bëjmë më të mirën. Kreu i operatorëve turistik të Jugut Vasil Bedinaj në fjalën e tij mbështeti kandidaturën e Klevis Kasos, pasi sipas tij Kaso është i duhuri për të patur përfaqësimin që dëshirojë. Është djalë i vlonjat i angazhuar, vullnet plot dhe me ambicie. Unë personalisht se gjithë secili e ka vetë në dorën e vet se çfarë do të bëj për ju. Do të uroj një fushat të mbar dhe shpresoj që ti jesh një nga përfaqësuesit tan në kuvendin e Shqipërisë në mandatin e ardhshëm. Një gjë duhet kesh parasysh që ne këtu jemi, siç u them të gjithëve, ne i presim dhe i përcjellim. Kështu që se çfarë do bësh ti për sektorin e turizmit për qytetin e Vlorës, këtë do ta shohim mbas 4 vjetësh. Mundësitë mbështetjen tonë e ke. Do ta kesh në ditë mbështetim, do ta kesh edhe në parlament me ato që projektet apo programet e tua që do të kesh për qytetin e Vlorës, por gjithsesi që të jemi të qartë të pastër se unë kështu i kam. Do të përcjellim, shpresojmë që të shkosh parlament, do të presim, pastaj është në dorën tënde që do jesh me ne prapa apo do jesh poshtë pallateve, si shumë të tjerë që kanë kaluar, kanë vajtur e kanë ardhur. Kështu që më pastër, më bukur nuk kam se ta them, se më mbajnë kështu për këto të drejtë për drejtat, por jam nga ata njerëzit që të gjithë qoftë në sektorin e turizmit, qoftë edhe në këtë iniciativën që ke marrë ti, të japë mbështetjen në maksimum, sepse je një djalë i ri dhe çdo i ri që ka vullnet dhe ne të njohim si bashkëpunëtor, si qytetar, si djalë lunjat, si biznesmen, dhe pse jo mos ta kesh mbështetjen. Je një djalë i ri. Unë shpresoj dhe uroj shumë që jo vetëm ti, por shumë të rinj të reja këtu në këtë qytet të kenë iniciativa të tilla, qoftë në politikë, qoftë në biznes, sepse i duhet mirë tjetrit në këtë vend, në këtë qytet. E thatë edhe vetë, Vlora tashmë është ai qyteti që ne të gjithë krenohemi, jo ju, po të gjithë ne. Sot jemi të qetë dhe të chillter, jemi përballë çdo turizmi, sepse themi po, kemi një qytet kur mund të vizitohet, kur mund të kalojë pushime, mund të jetohet e shumë gjëra më radhë. Por që ka punë akoma ka. Pra jemi ne, jeti i pari që duhet të tërheqë shumë nga ne nga mbrapa, që të paraqitemi ashtu siç duhet paraqitemi. Pra e them me pak fjalë i dashur Klevis, ky qytet ka shumë nevojë për punë akoma. Ne që kemi marrë përsipër në sektorin privat, po bëjmë të pamundur, dhe ju e dini shumë mirë se sakrificat i ka bërë gjithë secili nga ne për të hardhur të ditë. Pra i rezistuam çdo lloj dallge, çdo lloj kohe dhe jemi këtu ku jemi sot, dhe ndihemi krenar. Por kjo nuk do të thotë që ju që merrni iniciativa me mbështetjen tonë të shkoni në tutje, të bëni neglizhenca që nuk duhet të bëni. E thash pak më parë, do të jesh një nga çunat që do të na kesh në krah, mua personalisht mos flas emër të gjithë tjerëve, sepse i kam qef njerëzit që apo të rinjtë të reja që kanë iniciativa të tilla dhe duan të bëjnë për qytetin. Se sa do të bësh, këtë do ta shohim në vitet në vazhdim, qoftë në parlament, por edhe nëse të shkon në parlament, do të jesh diku që do të përfaqësosh diçka, do të përfaqësosh dikë, do të jesh në biznes, pra do të jesh njëri nga ne. Mëtej në fjalën e tij, kandidati Klevis Kaso ka vlerësuar bashkëqeverisjen vendore me dhomën e turizmit të hapur ishtazi sipas tij për turizmin sportiv, krijimin e ambienteve të tilla, masivizimin dhe kjo bëhet sipas Kasos me besimin në programe dhe politikën konkrete për të rritur pse jo kapacitetet dhe standardet e turizmit. Këto incentiva të vogla si nga turizmi sportiv, si nga angazhimi i madh i qeverisë shqiptare bëjnë që ne të kemi dhe një lloj turizmi elitar. Këto janë ato që unë i kam si për platformën time elektorale si synime për të ardhmen. Që këtë qytet me anë të incentiva, me anë të projekteve, me anë të programeve, të arrijmë të kemi këtu dhe njerëz që
nuk do na vinin natyrshëm për të bërë pushime në Shqipëri. Në mbyllje të fjalës së tij, kandidati Klebis Kaso ka garantuar se nëse i jepet besimi, ai do të jetë i gatshëm për të ofruar mbështetjen për të qenë uralisë e kërkesave dhe nevojave të tyre me angazhimin dhe adresimin në rrugën e parlamentit. Prandaj do ta doja votën personale, një djalë që nëse do jetë më i prekshëm se kushdo kandidat tjetër i kësaj partie po dhe partive të tjera, dhe me angazhimin tim personal do të bëj maksimumin që të jenë zëri juaj në Vlorë, në parlament dhe aty ku ju do keni nevojë. Këtë e them me bindjen maksimale dhe me angazhimin maksimal sepse e ndjej të tillë, e ndjej për qytetin, e kemi të lidhur emocionalisht veten me këtë qytet, po dhe ekonominë e familjes të gjithë secilit nga ne e kemi të lidhur me turizmin dhe me mënyrën se si ju punoni në këtë qytet. Takimi i kandidatit socialist Klebis Kaso me operatorët turistik të Vlorës në vijim të turit të tij elektoral si kandidat i qarkut të Vlorës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit.